Gjatë mandatit të tij, ka treguar gjithashtu aftësi për të trajtuar sfidat e kompleksitetit ligjor dhe presionet publike me qetësi dhe profesionalizëm. Ai ka nxitur bashkëpunimin ndër-institucional me organet të tjera të drejtësisë dhe autoritetet e sigurisë, duke siguruar një koordinim më të mirë në hetimet e rasteve të rënda dhe çështjeve që prekin interesin publik. Fushat ku ka shfaqur rezultate të veçanta: lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në drejtimin e tij, Prokuroria e Përgjithshme ka zhvilluar procese më efikase hetimore dhe ka përmirësuar mekanizmat e mbikëqyrjes për të garantuar dhe zbatuar ligjin në mënyrë të paanshme. Mbështetja e reformave gjyqësore. Zoti Çela ka bashkëpunuar me institucionet ndërkombëtare dhe ekspertët ligjor për të implementuar praktika më të mira dhe për të modernizuar procedurat prokuroriale, duke bërë sistemin transparent dhe më të shpejtë. Komunikimi publik ka treguar gatishmëri për të informuar qytetarët mbi progresin dhe sfidat e sistemit të drejtësisë, duke rritur besimin e publikut dhe transparencën institucionale. Zoti Çela është një figurë kyçe në sistemin e drejtësisë shqiptare, i njohur për qasjen e tij profesionale dhe për kushtimin ndaj parimeve të ligjshmërisë. Ka arritur të balancojë drejtësinë me nevojat e institucioneve, duke kontribuar në përmirësimin e imazhit dhe efikasitetit të prokurorisë së përgjithshme. Angazhimi i tij për integritet, profesionalizëm dhe bashkëpunim ndërinstitucional vendos atë si një lider të respektuar dhe me ndikim pozitiv në drejtimin e drejtësisë në Shqipëri. Rekomandime dhe projekcione për periudhën e ardhshme. 1. Forcimi i kapaciteteve hetimore. Për të përballuar sfidat e rasteve komplekse të krimit organizuar, rekomandohet të vazhdohet investimi në trajnimin profesional dhe pajisje digjitale të prokurorisë, duke përdorur